me Aldon, i cili është i dashuruar me një grua 11 vjet më e madhe në moshë dhe që e ka takuar në një klub nate dhe që në fillim e dinte, e kemi, që ishte e martuar. Kështu që këtë radhë është këndvështrimi i djalit. Aldo? Mirëmbrëma. Aldo më dëgjon? Po, ju dëgjoj, më dëgjoni, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Si jeni? Mirë. Aldo, kjo është marrëdhënia e parë që ke me një vajzë më të madhe në moshë, vajzë grua? Po. Është marrëdhënia e parë. Është marrëdhënia ime e parë me një të martuar, domethënë. Po më të madhe në moshë, se ne jemi edhe martuar, okay, po edhe ishi përqendruar edhe te kjo diferencë e moshës. Sigurisht, diku te 10-11 vite më e madhe se mua. Okej, po ku e takove një të martuar ti në klub natet, ç'ne? Po, rastësisht në fakt, historia fillon kështu. Jam njohur në një klub nate, ajo ka qenë me mikeshat e saj dhe unë me miqtë e mi. Dhe patëm shkëmbime shikimesh, domethënë, dhe për mua ishte vajza, domethënë, në atë moment, por edhe tani, ishte dhe është vajza më e bukur. Nuk e di, nuk jam ndjer ndonjëherë kështu, domethënë, nuk më ka rastisur. I fola dhe më pranoi në bisedë. Duke folur aty, duke pirë ndonjë gotë dhe në fund të mbrëmjes, biles jemi puthur, ndëruam shkëmbime dhe numrat. Nisëm dhe të flasim dhe mësoj se ishte e martuar me një fëmijë. Më tha se ishte martesa e saj në krizë dhe unë sigurisht gjeta një hapësirë të futem në jetën e saj. Si çdo mashkull, domethënë. Jo, kriza u kuptua që nga klubi natës, që ta sqaroj. Pa diskutim. Po as nuk diskutohet fare, pa diskutim. Po nuk e di, kuptova që kishim një pasion shumë të çmendur për njëri tjetrin, vërtet e çuditshme. Isha pasur shumë lidhje më parë me vajzat e moshës, po nuk e di, po asgjë nuk krahasoj me këtë prijetim që pata, edhe që e kam aktualisht. Po ç'a ka? Gjëse do të pyesi nesër për shembull që ç'a ka një grua më e madhe në moshë, do thoje ti? Ç'a gjetet tek ajo që se gjeje me moshën tënde? Se ti je 26. Shiko, po, të them të vërtetën, më duket sikur janë, jo më duket, por është e vërtetë që janë më të kuptueshme, domethënë din se çfarë duan. Ku di unë këtë kam kuptuar, domethënë një më e madhe, goxha më e madhe se mua, domethënë ajo e di se çfarë do. Okej, di se çfarë. Më triste fakti që ajo ishte dhe një grua e rëndësishme në fushën e saj, e fortë, e pavarur. Po ti çfarë ishe duke bërë në atë moment? Kështu nga ana profesionale? Unë isha me biznesin tim, merresha me biznesin tim. Okej. Edhe vazhdoj merrem akoma, kam një biznes timin. Po të qetësonte fakti që ai kishte financat e veta? Nuk është se kam shumë problem këtë pjesë. Je kështu gjithsesi. Pa diskutim, për jetimin që pata, domethënë edhe që kam, më mban akoma të shumë të tërhequr pas vetes. Zhyteshim edhe zhytemi, vazhdojmë me bisedat të gjata për orë të tëra, sa ka raste në ndodh që rrim dhe deri në orët e para të mëngjesit duke folur. Në fillim nuk është se shihja më shumë se një pasion të momentit, por me kalimin e kohës e pash që të dy ishim përfshirë dhe në ndjenja, duhet ta themi dhe këtë se këto janë shumë të rëndësishme, mendoj. Pavarësisht se unë isha më spontan në fillim dhe i shprehja më shumë ndjenjat, ajo ishte pak me kontrolluar, se më mosha tani të gjitha, unë 26 vjeç, ajo 36-37 vjeçe. Fakti që ajo nuk mi shprehte ndjenjat si unë, më shtynte edhe më shumë drejt saj. Po e pse edhe 36 vjeçar është për ndjenja tash? Po patjetër, edhe 50 vjeçaret për më tepër, edhe 50 vjeçaret. Madje kishte ditë që nëse nuk i shkruaja unë, ajo nuk më shkruante fare. Në fakt, me kalimin e kohës e ndjeva që u përfshiva shumë. Pastaj më vonë erdhi një moment që ajo më tha se po ndahe nga i shoqi. Aty filloja, domethënë, po mendoja që është sa e vërtet mund të jetë realisht kjo femër me këto që po më thot. Ata jetojnë akoma bashkë në një shtëpi, por të ndarë, kupton? Domethënë, sikur si ti ke zënë halli, e kupton? Pak si me humor kur i thon. Sa kohë kanë që jetojnë bashkë të ndarë?
Rinë në një shtëpi, por që janë të ndarë, domethënë, nuk është se kanë marrëdhënie me njëri tjetrin. Po pra, po sa Po kohë ka duhet që të ndodh kenë, kjo gjëja që ndajnë shtëpinë bashkë të ndarë? po diku te një vit mos gaboj. Po pse nuk po ndajnë shtëpinë? Pse nuk janë veç e veç? Për çfarë arsye rrin Shiko, bashkë? divorci nuk është se kanë nisur akoma, më kupton? Domethënë me proces, domethënë me letra kur i thon zyrtare. Në gjykat nuk është se kanë shkuar akoma për të ndarë. Kuptoj. Po fëmijën sa vjeç e kanë? Fëmijën e kanë diku te 6 ose 7 vjeç. Ti ke takuar ndonjëherë fëmijën? Po, ma ka prezantuar nga afër, por që nuk është se jam dhënë shumë, a më kupton. Nga që fokusi im është tek ajo. Nuk është se jam unë xheloz për burrin, a më kupton. Apo ish burrin ish burrin e saj nëse mund ta quaj kështu, sepse mendoj që është drejt ndarjes, drejt aktit final kur i thon. E ish Por burrit. që ndoshta se kam ditur që prej fillimit, kupton, atëherë kur gjithçka nisi si një lojë pasioni, edhe as sot nuk është se më bën përshtypje që ajo ndan një shtëpi me të. Biles, do të thënë dhe diçka tjetër. Femra në fjalë më ka prezantuar dhe me rrethin e saj shoqëror, por unë me asnjë. Askush nga miqtë e mi nuk e di për këtë raport. Po pse? Pse mban fshet? Ndoshta edhe nga paragjykimet, pavarësisht se unë ndjej për atë femër, po ndoshta edhe nga paragjykimet. E njerëz dhe mosha, gjitha mund të tani se sidomos këtu në vendin ton, paragjykimet janë. Më shumë mosha apo fakti që është e martuar? Më fal, nuk i dëgjova? Më shumë është paragjykimi i moshës, sepse 37 vjeç shumë në formë, madje në këtë moshë fillon zbukurohesh më shumë. Domethënë është më shumë mosha apo fakti që është e martuar? Mosha mendoj unë. Edhe pjesa e martesës ka të bëjë që unë mendoj që mosha. Ka ndodhur 2-3 herë për shembull që jemi ndarë për 2 ose 3 javë apo dhe 1 muaj dhe jemi bashkuar përsëri. Arsyeja gjithmonë ka qenë ajo. Po çfarë ju ndan më shumë? Cila është arsyeja që ndani më shpesh? Ajo mendon se mosha ime 26 vjeç mendon se unë jam i papjekur, kupton? Edhe pse ajo pranon që ka ndjenja për mua, thotë që nuk kemi të ardhme. Nuk e di, i kam vuajtur ditën e ndarjes, realisht, dhe me të dhe nuk dua të bëj asnjë llogari, di vetëm që e dua dhe dua të jem me atë, nuk mendoj gjë tjetër. Pavarësisht se unë nuk e di se çfarë mund të ndodhi në të ardhmen, sepse nuk mund ta parashikojmë dot. Ama sot jam i gatshëm të bëj shumë gjëra për atë, realisht. Do bëj edhe dhe jam fëmijë shumë i atë? sinqert me këtë. Po pa diskutim. Do bësh edhe baba stepfather njerëk për Pa diskutim që po. Pa diskutim. Biles ajo ka dhe një sipërmarrje të vetën, ëh, ndërsa unë jam i përfshirë në botën e biznesit siç ju thash. Kuptoj. Po ajo thotë që ka frikë. Po. Biles më thotë që nuk është se më mungon pjekuria, por mosha e frikson. Domethënë e ka të gjithën te mosha, kupton? Kuptoj. Sa shpesh takojnë ju, jam kurioze. Dhe a ndihet sigurisht më e lirshme tani që është e ndarë me burrin, pra mund të dalë kurdo? Okej, s'është dhe fëmia në mes, po kam fjalën. Ka raste ndonjëherë që është edhe stepur, ëh. Po minimalisht 2-3 herë në javë, po. 2-3 herë në javë takoni për pak. Po, takojmë dhe rimjaftueshëm 2-3 herë në javë. Takoni në vende publike? Po, edhe në vende publike takojmë, pse jo? Po zakonisht i pëlqejnë këto vendet që s'ka shumë njerëz. Do që të jemi vetëm ne të dy, kur i thonë, edhe të jemi në qetësinë tonë. Të mos të përhumbemi në hapësira të mëdha. Biles i kam thënë që nëse ajo do të jetë gati një ditë, unë jam i gatshëm të krijoj dhe familje me të. Nuk është se kam problem që ajo ka një fëmijë dhe pse di që shoqëria do të më gjykojë.
stepet edhe pastaj përsëri u mbet në ndjenja. Në ndjenja shumë të thella dhe shumë të pafundme. Aldo, Po dy nuk e di, edhe vet nuk e kuptoj, po. ka vetëm një kështu pyetje të vogël për atë burrin që po rri në shtëpi akoma dhe atë ndarë, që ka 1 vit. Po. A keni folur si do zgjitet? Thua se është proces divorci, po është i ndarë, po ka 1 vit i ndarë. Se është pak të them një sekret të vogël. Por që unë njoh çifte që janë realisht të ndarë dhe nuk flasi, po pjesa më e madhe që thonë janë të ndarë nuk janë tamam të ndarë derisa janë të ndarë. Dhe për më tepër kur se di, është pak e vështirë kur është fëmia ndonjëherë kur vendos Okej, pra ose është mund të çështje vendosi lekësh, kur ka çështje leke ekonomike, shtëpia që është ajo shtëpia duhet rrinë të dy bashkë, pra pse janë të dy në një shtëpi këtë s'po kuptoj. Janë të dy në një shtëpi, por që si më thënë janë për atër të fëmijës. Akoma momentalisht, por që janë në fund. Po thuaj se të ndarë përveç se me letra dhe shumë afër, të paktën nga bisedat që kam unë, shumë afër do ndahen. Shumë afër do ndahen. A jeti sigur nga ajo çanjet tani që mbas ndarjes së plot ajo do vrapoj tek ty apo ishte e bukur thjesht se ishte e fshet? Ndoshta dhe jo, dhe mund të zgënjem, nuk e di. Po tani, do me thënë si që shikoj tani, se si që thash nuk e parashgojmë do të ardhme, si që shikoj tani, mendoj që do vrapoj drejt meje. Po pra se nga jemi të që të më thua kompletuar ti, nga... nuk është vetëm çështje seksuale kjo juaj, ju keni shumë muhabet, flisni shumë. Absolutisht jo, absolutisht jo. Dani shumë. Absolutisht. Është, do me thënë, është e rëndësishme dhe pjesa seksuale, anaseksuale, por që nuk është më kryesorja. Por që patjetër që ka rëndësinë e vet. Atë dhe i pyetje kështu. Pa diskutim. Si goca çunit. Po mami. Po. Mamin besoj ke? Po. Po, i kanë thënë bjes. I ke thënë? Ja kanë thënë një me shaka, po. I kanë thënë çfarë do të bëje ti nëse unë do martohem me një grua me fëmijë, dhe ajo më tha kur të vdes unë, do me thënë në mënyrë kategorike nuk e pranoj. Kur i mendoj të gjitha e di që nuk është zgjedhje lehtë, ama unë di që atë femre dua dhe jam gati ta provoj, absolutisht. Por ajo nuk bindet, por mendoj që unë do ta bind. Kam shumë besim që do ta bind. Ti nuk ke asnjë pikpyetje tjetër fare, për shembull ti do një gocë zero, që të krijosh familje me një tjetër, jo fare, nuk ke asnjë lloj pikpyetje. Absolutisht jo. Jam totalisht në 100% i rëmbyer prej saj. I rëmbyer në thonjza si të duash në kuptimin pozitiv të fjalës, të paktën për mua. Tani këtë histori do ta dëgjojnë shumë. E kupton, po e dëgjojnë shumë, por që nuk është se më interesojnë shumë paragjykimet. Por është ajo që stepet në këtë marrëdhënie Drilona. Ajo stepet. Po. Stepet për arsyen e moshës. Kjo është e gjitha, por që sa të duket i sigurt. Do ta bind. Dhe është një gjë shumë e faktor shumë i rëndësishëm, nëse Aldo është dhe i zoti vetes, se po bën biznes dhe do ta marr. Po, jemi në një situatë tjetër që siç përmend fakt është diferenca në moshë, por është edhe ajo marrëdhënia tjetër që ka zonja, martesa tjetër që është duke përfunduar, që kanë përshtypjen e ka gëzuar, e ka bërë me krah me djalin me që po flasim. Edhe meqense e shoh që shumë i dhënë dhe është akoma në pushtetin në magjin, domethënë e kësaj të dashurës së tij. Dhe marrëdhënia që ajo ka me partnerin, me burrin, po vjen drejt fundit, ashtu siç e përmendë pak ti, që ashtu siç po vjen koha që jemi të rritur edhe fakti që zonja e ka prezantuar me shoqërinë e saj, ka ardhur koha që të bëhet, domethënë, ajo ndarja me bashortin të vijë tillë shoqërore që domethënë të vi pak më shpejt, meqense është ky i treti, shumë i dashuruar, edhe çifti i dashuruar, si tret, po gjithsesi që do marrë një drejtim. Edhe për fëmijën që është në mes, domethënë se e dim që zakonisht këto marrëdhënie nuk përfundojnë pikërisht prej fëmijëve, prej lidhjeve emocionale që kanë prindrit, domethënë biologjik. Dgjoj, më fal, Rëna, se ti e ke
Nga që ke për herë të parë këtë gjë. Po. Por neve fokusohemi gjithmonë tek biseda e drejt për drejt me atë dhe me historinë e tij. E kuptova. Kjo pjesa tjetër e përgjithësimit Jo, është do- interesante, po është më shumë. E kuptova, Unë e po. quaj pasditën në Top Channel. Domethënë është pra doja kjo të është thoja- historia, dhe le ti flasim aty drejt për drejt sepse Doja të humba dilja të tek thelbin ajo e që programit. meqense ai është njohur, nuk e di, domethënë të ishte një hap tjetër që zonja tani jo ta çoj në shtëpi, po të ndroj domethënë atë domethënë që të njihet me djalin, domethënë që të filloj ajo marrëdhënia që të njihet me djalin, Se domethënë kuptoj, e çfarë, dashurës. sorry. Të futet në ato marrëdhënie, në ato kornizën që e dashura ta prezantoj me fëmijën. Nuk e di, e kanë arritur ato Po marrëdhënie e apo jo. dashur është akoma në shtëpi me burrin, E duhet të kuptoj, zgjidhë. pra, po ndërkohë burri është duke u ndar. Çështja mes dy të rritërve të tjerë, nëse nuk e din nëse janë në atë fazën që ata janë të rritur në mënyrë shoqërore, domethënë janë mjaftueshëm shkojnë në mënyrë shoqërore, jo me inate dhe me kështu me njëri tjetrin, domethënë që pengesa, se po patën ata inate me njëri tjetrin, domethënë bëhet pengesë për këtë të tretin që do hyj, domethënë, se përdoret fëmia në forma të ndryshme. Edhe kam përshtypjen që kjo është faza që i pret. E kuptova atë faktin që nuk është akoma gati t'ja prezantoj ky vet, Pasi në linjë ti më fal? Po në linjën, po ju dëgjoj. Vetëm paragjykimi, Është po okay. kam përshtypjen që meshkujt ose të gjithë partnerët që duan një partner tjetër duan ta mbrojnë atë, edhe fakti që edhe ajo që unë mbrojmë nga paragjykimi është se mbroj partnerin që unë do ta bëj të ardhmen gruan time, domethënë që e kam të dashur tani, edhe në një marrëdhënie të tretë, edhe do ta bëj grua dhe e mbroj nga paragjykimet e të njohurve të mi. Dua ta prezantoj në këtë kontekst. E kuptova këtë pjesë, meqense më pëlqeu domethënë këndvështrimi, nuk është në pozicion më të favorshme, por që bravo edhe domethënë ajo zonja, kam përshtypje ka me vajza, zonja nuk e di, partnerja në fjalë e ka menduar këtë pjesë dhe kam përshtypjen mund të jetë edhe mirë ose e lumtur që ka një partner tjetër që po e pret, që ka me fat. Që ka me fat nga fati nëmër 1 te fati nëmër 2, me një burr që duket i përkushtuar, paktën nga të shprehet. Aldo, Shumë e vërtet, po. Aldo më dëgjon? Po, ju dëgjoj, po. Shiko Aldo, unë Jam këtu. po dëshira jote dhe përkushtimi yt është i madh, po kjo është vazhdon, është një lidhje që ta themi kështu thjesht fare, është një lidhje e ndaluar për momentin, përderisa ajo nuk ka mbyllur martesën e saj. Kështu që kjo është një gjë e para duhet sqaruar, a do kjo këtë lidhje. Shiko, çdo gjë është në fund është çështje dëshire. Se të thuash të dua është tjetër. Më kupton, ka shumë histori të bukura të fsheta, por që nuk janë më të bukura kur nuk janë të fsheta. Janë shumë histori të bukura. Është shumë e vërtet. Kështu kur janë nuk janë fsheta, nuk ke as të pavarësisht burit. Pavarësisht, më fal, pavarësisht burit, që ajo ka momentalisht dhe pavarësisht fëmijës, unë mendoj, domethënë, me sa shikoj dhe me sa kuptoj unë, ajo është më shumë për të e destinuar për të ardhur tek mua. Okej, ndoshta ose duhet t'i japësh pak kohë që ajo, shiko se dhe divorci. Po pa diskutim. Është proces shumë i vështirë. Ajo pa diskutim. Ka dhe diçka që ti s'do ta kuptosh. Të paktën nuk e kupton tani dhe s'do ta kuptosh për një kohë derisa ke fëmijë, na e ka fëmijë. Kështu që gjithmonë ki parasysh në këtë lidhje që je ti asnjëherë do jesh prioriteti, këtë e di besoj. Pa diskutim, po. Nuk jesh kur prioriteti një nënë me fëmijë. Jam shumë i vetëdijshëm për këtë pjesë. Është dhe bali di skeç e bukur në një film që ata u ritakuan bashkë dy ish të dashur, edhe ai në momentin që e morin telefonin ishte aksidentuar djali, ai sapo i thoshte kësaj që më në fund do jetojmë bashkë. Ishte aksidentuar djali, u zhduk iku. E la për 30 sekonda dhe kjo. Do me thënë, dhe i momente dhe ai filmi e seriali tha e vuri atë, e vuri pikën aty ku duhej. Kështu që ajo është prioriteti dhe ndoshta në këtë proces mund edhe që ajo mund ta lësh në qetësinë e asaj të vendimit, pa i ushtruar presion. Jo, zero presion, zero presion. Pa diskutim të po. Kjo është shumë mirë. Megjithatë, pa diskutim të po. Po. Por në qoftë se ai të ka thënë që jemi duke u ndarë dhe të ka thënë pra që unë dua të rri me ty dhe ne jemi duke u ndarë, është okay dhe her pas here ti thjesht verifiko procesin. Po pa diskutim, unë jam mbikëqyrës, gjatë gjithë kohës. Kam shumë trauma nga histori që kam dëgjuar, jo të mia, po. Ka shumë histori. Unë jam gjithmonë mbikëqyrës. Pa diskutim. Martuari dhe gënjejnë pak për këto probleme në familje. Kryesisht burrat e bëjnë shumë,
Por mund të ketë Shumë, graqës, shumë nuk bidet. shkojmë, nuk flasim, nuk flem në një krevat. Ka, Llogarit që ne e nuk kemi vërtet. në vila me 6 kate, kupton? Kështu E që vërtet është. te njëti frigorifer të shkosh, dhe i thua ç'kemi se ke fëmijën Mund. afër. Do qeshesh me një E film. drejt. A kupton, E është drejt. dëgjoj çik mua se. Po. Kështu që si është ajo beso dhe Është e kontrollo. vërtet. Beso dhe kontrollo Jo, dhe ti kontrollo ndërkohë dhe lër beso. në qetësinë e procesit. Dhe pastaj është thjesht pastaj është e fundit finalja është thjesht dëshira, pastaj është thjesht çështje dëshira. Duke hequr këtë pengesën diskutim. që po bëhet, është thjesht çështje dëshira Aldo, pastaj në fund nëse ju të dy doni të rrini një tjetër do rrini, s'ka si problem. Nuk ka kush që na ndan. Jo, fare. Shtoni një dhomë tjetër aty të shtëpia, nëse keni Ose apartamente. aty të bëjmë një, po duhet të bëjmë një me leje. Pa, me leje tamam. Marrim leje nga pastia. Nëse po ti më duke shumë i fokusuar dhe kështu që vazhdoj fokusin tënd, beso, kontrollo dhe Mersi. unë Patjetër, jam mersi, shumë i dhënë. Unë uroj që të shkoj sa më mirë kjo histori. Faleminderit shumë faleminderit. Hajde, mirupafshim. Faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim. Pafshim.